Nëse jeton në Gjermani dhe paguan qira, duhet ta shikosh këtë video, sepse ekspertët po paralajmërojnë se qirat mund të rriten përsëri në shumë qytete të Gjermanisë dhe arsyeja po zemëron shumë njerëz. Problemi është se Gjermania nuk po ndërton mjaftueshëm banesa të reja, ndërkohë që çmimet e materialeve, energjisë dhe punëtorëve janë rritur shumë. Dhe tani po hyn edhe rregulla të reja për ngrohjen dhe energjinë ku shumë pronarë duhet të investojnë mijëra euro për sisteme të reja. Por sipas kritikëve, një pjesë e madhe e këtyre kostove mund të përfundojnë tek qiramarrësit përmes qiras më të lartë ose në benkoste më të shtrenjta. Sidomos në qytete si Berlin, Munich, Frankfurt apo Düsseldorf ku shumë njerëz tashmë po paguajnë qira ekstreme. Disa familje po thonë se rroga nuk po mjafton më për jetën normale në Gjermani, dhe njerëzit kanë frikë se në vitet e ardhshme banimi do bëhet luks. Ndërkohë shumë emigrantë vazhdojnë të presin me muaj të tërë për të gjetur banesë normale. Pyetja është, apo bëhet Gjermania shumë e shtrenjtë për jetën normale, dhe a mendon se qirat do dalin totalisht jashtë kontrollit? Shkruaje qytetin ku jeton dhe sa paguan qira, sepse dua ta shohim realitetin në komente. Dhe mos harro ta shpërndash këtë video, sepse shumë njerëz nuk e dinë çfarë po vjen.